Asnjë progres, ëh? Asgjë. Është shumë e thjeshtë. Serbia ka vendosur në preambullën kushtetuese që nuk e njeh Kosovën si nuk ka forcë ta detyroj. Po ka në preambullën kushtetuese dhe çdo negociatë edhe ato të ashtu quajturat negociata të orit të para 2 viteve. Që po edhe ajo nuk u zbatua. Albini jo, po s'ka marrëveshje, nuk kanë shkruar kush. Pra, aty ideja është njëra palë dhe tjetra palë i thon një palë të tretë që ishin këta të dërguarit evropian që parimisht ne do merremi vesh. Por nuk ka asnjë marrëveshje. Pse? Sepse Serbia nuk nënshkrua marrëveshje me Kosovën sepse nuk e njeh Kosovën në kontekstin juridik dhe kushtetues. Ky është problemi. Kështu që po kjo s'do thotë gjë. Vendet arabe nuk e kanë njohur Izraelin për 70-80 vjet, por kjo nuk do të thotë që Izraeli s'ekziston. Jo, dakord, Kosova ekziston, çështja është që e pengon këtë të fundit në rrugën e saj drejt integrimit e tjerë. Po ç'të bëj tani? Do rin në stagnacion. Ç'të bëj tani? Të pranojë shpërbërjen? Jo, absolutisht, po them që penalizohet në këtë drejtim. Shikoj, Diona, është shumë e thjeshtë. Në një anë është Kosova që ka shpallur pavarësinë 2008-ën e ka njohur rreth 100 vende në botë. Po. Dhe në anën tjetër është Serbia, e cila nuk e njeh Kosovën. Janë bërë përpjekje edhe me politikanë të tjerë, pra nuk ka qenë Kurti në pushtet, kanë qenë të tjerë. Janë bërë edhe në Beograd s'ka qenë gjithmonë Vučić, pushtet kanë qenë të tjerë. Nuk janë gati palët për një marrëveshje të madhe, sepse nuk janë gati nga pikpamja kulturale, nga pikpamja shpirtërore serbët për të pranuar shtetin e Kosovës. Atëherë unë mendoj që kjo do të ngelet një brezi tjetër, mbas 10 vjetësh, mbas 20 vjetësh, dhe Kosova të vazhdoj rrugën e vet. Jo domosdoshmërisht Kosova duhet të ulet sepse ka një rekord. Nga 1981 kur fillojnë demonstratat deri në vitin 2008 kur shpallet pavarësia e Kosovës, ka pasur një proces në Kosovë, Serbia jashtë Kosovës. Kurse nga 2008 deri sot kur kanë filluar negociatat, ka filluar procesi Serbia duke rihyrë në Kosovë me format e negociatave. Dhe tani jemi në kushtet që ata e kanë një marrëveshje aty, nuk e zbatojnë, sepse normalisht ata e thonë qartë, Vučić unë mbaj më të mirë në orë, tha, unë s'kam në shkruar marrëveshje, kështu që vazhdoni. Dhe unë mendoj që në afat gjatë do duhet një klasë tjetër politikanësh edhe në Serbi dhe në Kosovë për të bërë e mundshme një marrëveshje e gjithë pranuar. Klasë tjetër edhe në Kosovë? Po edhe në Kosovë dhe në Serbi. Po mendoj që kjo punë do të jetë pas 10 vitesh. Nuk është gjë e shpejtë. Nuk është në afat shkurtër. Jo. Okej. Ndërkohë, flasim pak për situatën në të cilën ndodhet sot Bashkimi Evropian, në të cilën ndodhet NATO, përballë kërcënimeve koherente qeverismarrjes detyrës të presidentit amerikan Donald Trump, paralajmërohet për rritje të buxheteve të mbrojtjes, duket se kjo gjë nuk është se është përmbushur faktikisht, se këtë paralajmërim e këtë ultimatum e ka dhënë dhe më herët Trump, por nuk është përmbushur. Shiko, nuk është punë nga shumë vende. Nuk është punë ultimatumi, është punë detyre. Po. Asnjë nga vendet anëtare të NATO-s, përfshi dhe Shqipërinë, nuk është antarësuar me zor, është antarësuar se ka dashur. Dhe në një nga kushtet që ke ti për të antarësuar në procesin afatgjatë, se procesi për antarësim në NATO është 10 vjet. Pra është ristrukturimi i forcave të armatosura, është respektimi i standardeve të demokracisë, shteti ligjor, gjykata dhe gjithë ato gjëra të tjera. Një nga kushtet është 2% e GDP-s. Tani, në mënyrë të vullnetshme, këta që sot bërtasin kundra Trumpit dhe kundra SBA-s, për shumë vite, nuk e kanë paguar 2% e famshëm, dhe e kanë pasur mundësinë. Po, vërtet. Nuk e se nuk e kanë pasur mundësinë. Tani që këta gjenden përballë situatës pa kthim në Ukrainë, pra që Rusia ka marrë 1/4 e territorit të Ukrainës, që disfatat luftarake të Ukrainës janë bërë të pamenaxhueshme, që tani jemi përballë një krize. Dhe tani presidenti i Amerikës, si ushtria e parë e NATO-s, ushtria e dytë e NATO-s është Turqia dhe ushtria e tretë është Britania. Thot, nderuar zotrinj, se kemi samitin në qershor në Holland. Po. Duhet paguani të paktën 2% e GDP-s. Tani si për rreth 20-25 vjet
jeni tallur dhe s'keni paguar nga samiti i Washingtonit në 99-ën. E deri tani i keni patur para dhe nuk e keni paguar. Dhe tani kur unë them, prit se unë nuk mund të vazhdoj kështu. Mund të vazhdoni të talleni me paratë e mia dhe me ushtrinë time. Po ka nga ata si kryeministri Rama për shembull i Shqipërisë që thotë është e tmerrshme të rrisin fondet për mbrojtjen dhe të ulim ato për arsimin. Po askush nuk na ka detyruar. Ashtu është vërtet, si çdo drama, por askush nuk na ka detyruar të antarësohemi në NATO. Antarësimi në NATO nuk na ka dhënë kush me zor. Është një proces cilin e kemi kërkuar, kemi filluar reformat për antarësimin në NATO që në vitet 90, 94 kur kemi bërë partneritetin për paqe. Dhe tani NATO duhet zgjedh o është një organizatë politike ushtarake siç ka lindur në vitin 1949, ose është një OEQ. Se s'mund të jetë të dyja. Nuk di nëse ju e mbani mend, ishte një farë kohë kur ka qenë Berisha në pushtet kur antarësuam ne, doli një teori, smart defense. Po. Mbrojtja nuk është luks, është detyrim. Kështu që më shumë se sa çfarë do bëj BE-ja, është problemi që do të ndodh me NATO-n. Sepse me të drejtë ai zotëria thotë, unë për shembull që vi nga edukimi ushtarak. Po. Të bëj një arsyetim shumë thjesht. Çfarë do të ndodhte nëse do ishte ushtria e BE-s në Bakhmut? Po. Dhe do të vriteshin, siç u vran 10.000 ushtar rus edhe një 20.000 ushtar Ukrainës. Për 3 muaj do vriteshin 10.000 ushtar të NATO-s. Sa mendoni ju do të rezistonte qeveria e Italisë me 1.000 të vrarë për shembull? Asnjë javë. Është vërtet. Asnjë ditë ndoshta politikisht, sepse do duhet pra që të antarësohesh që të krijosh një ushtri të mirëfill dhe të antarësohesh NATO, do t'i bësh këto llogari. Se nuk po bën një shoqat menaxhimi kulturor, ku do vlerësosh pikturat. Po bën në mënyrë të drejt për drejt një organizëm politik edhe ushtarak. Ushtarak dhe politik. Prandaj, unë mendoj që ajo çfarë po ndodh, shpreh krizën e thellë ku është sot perëndimi, por në mënyrë të veçantë BE. Në mënyrë të veçantë BE. Sepse në 5 shtyllat e sigurisë, BE-ja, pra që janë ato më të rëndësishme, BE-ja ka probleme me të pesta. Ka probleme me shtyllën e parë që është ekonomia. Ka probleme me shtyllën e dytë që është demografia. Ka probleme me shtyllën e tretë që është mjedisi, ambienti. Ka me demografin, ka me emigracionin e këtë. Ka probleme me shtyllën e katërt që është shëndetësia, ne pam ç'a ndodhi me fatkeqësisht me Covidin. Në Itali mbledhin pleqë shkret me thes nëpër spitalet, kujtohet kështu. Jo sigurisht e një vend i G7-s, por sigurisht e një vend nga Afrika. Dhe tani kemi edhe problemin e fundit që është lufta për 3 vitesh kufijtë e BE-s. Pra, i gjithë ky leadership i Bashkimit Evropian, ku secili mendon për vendin e vet, asnjë nuk ka as dëshirën dhe as mundësinë që të marrë vendime të mëdha. Se vendimet e mëdha duan liderë të mëdhenj. Kush nga këta është lider i madh? Më thuaj një emër. Asnjëri. Ne jemi në situatë që sharake. Rama bëri një marrëveshje me Meloni. Meloni është një kryeministër e fortë e zgjedhur në Itali pas shumë kohë që nuk ka një kryeministër të zgjedhur. Dhe gjykatat nuk e lënë ato që të zbatojë atë marrëveshjen pasi ka harxuar dhe parat, marrëveshjen e emigrantëve në Lezhë. Pra kjo është situata. Kriza, dhe sot kemi në Amerikë një lider i zgjedhur, i kthyer për herë të dytë në pushtet me zgjedhje të treta, i cili ndoshta ne s'na pëlqen, por është shumë i qartë në rrugën që do të marrë. Ai do të ndaj BRICS-in dhe një pjesë të BRICS-it ta kalojë në koalicion me veten, siç bëri Nixoni në vitet 60-70 kur atëherë u nda Pekini, pra Kina nga Bashkimi Sovjetik. Po mirë, ju si e shihni të ardhmen e afërt të NATO-s? Mund kemi një shpërbërje e gjithçka po ndodh, mund kemi një tërheqje nga SBA-t, nuk e di. Nuk është se do ketë tërheqje nga SBA-t. Çështja është që SBA-t do merren me pjesën që i përket atyre. Pra, mjafton çosh globin, çosh hartën dhe të kuptosh që pjesa më pak e rëndësishme për SBA-t është Evropa. Sepse SBA-t kanë gjithë polin e veriut që kanë një interes të jashtëzakonshëm, ku 80% kontrollohet nga rusët.
Në gjithë hemisferën veriore, Evropa është vetëm një pjesë e vogël e hemisferës veriore, dhe kanë pajësorin dhe Azinë. Në Azi praktikisht ndodhen 2 vende më të mëdha të botës, 3 vende më të mëdha të botës, për nga numri, për nga popullsia dhe për nga hapësira. Do të Rusia, Kina dhe India.